Përshëndetje të nderuar shikues. Dialogu Kosovë-Serbia është në situatë të re pas vrasjes së një polici në veri dhe tensionimit të mëtejshëm të marrëdhënieve të tyre. Kjo do të jetë kryeteme e emisionit sotëm, njësë një drejt për drejt. Në këtë kuadër do trajtojmë edhe qëndrimet e kryeministrit të Shqipërisë për Kosovën, duke vënë theksin në deklaratën e fundit se veriu është toke askujt, që po komentohet gjerësisht. Nga ngjarjet e ditës veçojmë samitin e Komunitetit Politik Evropian që mblodhi liderët e 47 vendeve europiane, përfshirë edhe presidenten e Kosovës. Do të kemi edhe bashkëbisedues, por në fillim disa informacione të ditës. Presidentja Vjosa Osmani refuzoi të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić përpara se të vendosen sanksionet ndaj Serbisë. Presidentja Osmani po merr pjesë në samitin e Komitetit Politik Evropian që nisi punimet në Granadë, Spanjës dhe përsëriti qëndrimin se pa sanksione Serbia do të abuzojë me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Ajo tha se do të kërkojë nga liderët e BE-s që të sigurojnë kufijtë e Kosovës për të ruajtur paqen dhe stabilitetin. Do të kemi mundësi të flasim me liderët evropian. Sikundër e dini, këto janë kohë shumë të vështira për gjithë kontinentin evropian, në veçanti për vendin tim. Me të së fundmi jemi përballur me një akt të agresionit nga Serbia, të kryer nga një numër i grupeve paraushtarake dhe terroriste. Jam këtu që të kërkoj mbështetje nga aleatët dhe partnerët që të sanksionojnë Serbinë që të mos inkurajohen për të përfshirë dhe të kryejnë akte të tilla të agresionit kundër Kosovës dhe kundër fqinjeve të tjerë sërish. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka paralajmëruar se në margjinat e samitit të këtij samiti do të ketë disa takime bilaterale, të cilat i ka cilësuar si të vështira. Pres një ditë të vështirë dhe të lodhshme, por shpresoj në një lloj përparimi. Do të duaj të flasë me Rishi Sunak dhe pastaj kemi gjithë ato mbledhje. Do të takohem me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme të BE-s, Josep Borrell, dhe me presidentin e Francës, Emmanuel Macron, tha Vučić. Ndërkohë, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha sot se do të ulet së bashku me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për të biseduar gjatë samitit të BE-s në Granada të Spanjës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se masat duhet të ndërmerren për të parandaluar gjëra përpara se të bëhet shumë vonë në Kosovë. Në komunikim me gazetar para nisjes së samitit në Granadë të Spanjës, kryeministri Rama tha se ka një lëvizje të NATO-s për të forcuar misionin e KFOR-it në veri, me që kufiri në këtë pjesë, siç tha, është ndruar në një vend të aktiviteteve kriminale. War is a very big word. Lufta është fjalë e madhe, por përpara se të bëhet shumë vonë, masat duhet të ndërmerren dhe ne po e përcjellim nga afër situatën. Është me rëndësi që ka një vullnet të fuqishëm dhe lëvizje brenda NATO-s që të forcojë misionin e KFOR-it në veri, sepse kufiri atje është bërë plotësisht i hapur dhe gjitha llojet e armëve dhe trafikimi kriminal po ndodh. Njëkohësisht ne shpresojmë se dialogu do të rifillojë. Seanca e posaçme e Kuvendit të Shqipërisë do të diskutojë për rezolutën për të dënuar agresionin serb në fshatin Banjsk të Zveçanit më 12 tetor, por për opozitën kjo duhet të ndodhë sot. Edhe pse në rand dite ishin pika të tjera, pothuajse pjesa më e madhe e seancës kaloi duke diskutuar për Kosovën me akuza të ndërsjella të pushtetit dhe opozitës, me gjithë thirrjet që kjo çështje duhet t'i gjejë me një qëndrim. Kjo është një çështje urgjente, për cilën është shprehur gjysma e botës, Parlamenti Evropian, ligjvënës Shtetet e Bashkuara të Amerikës, institucionet sigurisë, sa e vështirë apo e pamundur është që të lihet me një anë rendi i sotëm i ditës, ose në mos lihet me një anë të vazhdojë pasi kjo seancë të ndërpritet dhe Parlamenti të vërë në rend të ditës rezolutën për Kosovën si hapi parë. Sa e vështirë është të japim një sinjal përmes veprave dhe jo fjalëve dhe të japim fund dakordësimeve për ta shtyrë Kosovën për javën e ardhshme. Nuk ka pse ta shtym Kosovën për javën e ardhshme. Ta bëjmë sot, ta bëjmë tani. Aq më shumë që pritshmëritë qenkan dhe duhet jenë për një qëndrim të përbashkët. Duhet të jeni shumë qartë që qëndrimi i Shqipërisë është një qëndrim i fort, i vendit am
natyrshëm dhe qëndrimet e kryeministit Rama janë qëndrimet e duhura në këtë kohë të vështirë. Por ajo që më vjen shumë keq është përpjekja e opozitës në Shqipëri për të krijuar një situatë të pakuptimtë në kuvendin e Shqipërisë në kohën kur kuvendi i Shqipërisë duhet të ketë vetëm një mesazh. Atë të përbashkimit, të miratimit, të projekt rezolutës paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste ku jeni të mirëpritur të kontriboni. Nuk ka deklarat më anti-shqiptare, nuk ka deklarat më të shpifur se kjo deklarat, po të pyesur ju, se cilin prej jush që jeni këtu, dhe çdo shqiptar, po përse derdhi gjakun, fali jetën për të bërë i pavdekshëm Afrim Bunjaku. Ku u vraj? U vra pikrisht në veritë Kosovës, në mënyrë që aty të sundoj rendi, ligji dhe rregulli. Ku zhvillua një betejë midis grupeve terroriste të nisura direkt nga Aleksandar Vučići, të kryesuara nga lejtnanti i tij Milovan Radojčić, se sa ishte no man's land e provuar falangat kriminale terroriste serbe, shqiptarët, Europa dhe bota i pasër si janë mbathën në të katërta, sepse ajo ishte tokë e zotërve të saj. Edhe nëse do kishim ne ndasi politike dhe dallime, sot duhet tregonim anën tjetër të medaljes. Duhet tregonim që ne sado të ndryshëm që jemi, sado që kemi majorancë me opozit, kemi mosmarrveshje dhe dallime, sado që mbase brenda opozitës mund të ketë nën dallime, ne bëhemi njësh edhe jemi gjithë bashkë kur vjen fjala për interesin ton kombëtar. Dhe Kosova është prioriteti kryesor i të gjithë shqiptarëve dhe të gjitha partive politike. Për takimin e sotëm të liderëve europian në Granadë të Spanjës, ku diskutua edhe për Kosovën pas sulmit terrorist në Banjsk, mundësinë që Serbisë të vendosen masa ndëshkuese, por edhe për qëndrimin e Shqipërisë ndaj zhvillimeve në veri të Kosovës dhe deklaratave të fundit të kryeministrit Edi Rama që nxitën reagime në Kosovë. Flasim me kryetarin e Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë, zotin Aleksandr Qipa. Përshëndetje, zoti Qipa, të falenderoj që jemi ne. Përshëndetje, kënaqësi për mua. Atëherë, zoti Qipa, do të nisim këtë bisedë me ngjarjen e sotme duke komentuar takimin e sotëm në Granadë të Spanjës, ku rreth 50 liderë europian u takuan në kuadër të Komitetit Politik Europian. U fol për mundësinë e një takimi Osmani Vučić, por presidentja e Kosovës kërkoi fillimisht që t'i vendosen sanksionet Serbisë dhe pastaj t'i hapet rruga dialogut Kosovë-Serbisë. Si e keni parë ju këtë qëndrim të presidentës Osmani dhe kësaj situate të re të krijuar? Në këtë vështrimin tim është qëndrimi i dur. Kosova zyrtare duhet që në mënyrën më të domosdoshme të drejtohet institucioneve ndërkombëtare me nevojën e ndëshkimit jo vetëm moral, por edhe ndëshkimit politik dhe diplomatik të Serbisë për shkak të implikimit të saj në aktin terrorist që u zhvillua në datën 24 shtator. Qëndrimi zyrtar i Prishtinës është në autoritetin e saj si një shtet i cili jo vetëm që është eficient, por që ka mundësitë ta sfidojë atë mohues, në rastin konkret fqinjin mohues që është Serbia, dhe për të dhënë prova të mjaftueshme se ka seriozitetin e ndjekjes së hetimit të një akti terrorist, i cili tronditi opinionin rajonal dhe opinionin ndërkombëtar. Dhe në fakt, deri në momentin që po flasim, një pjesë e mirë e shteteve më të rëndësishme të Europës, por dhe të perëndimit, jo vetëm që e kanë stigmatizuar implikimin e Serbisë në këtë akt terrorist, por vazhdojnë të ngrenë një opinion publik i cili është sfidant për vetë pretendimin e Serbisë dhe për qëndrimin që presidenti i saj Vučić po mban në raport për Kosovën. Pas këtij momenti në këndvështrimin tim kemi të bëjmë me një situatë në avantazh për Kosovën, që do të thotë edhe Shqipëria zyrtarisht në mënyrën më natyrale duhet vijë te një mbështetje dhe investim diplomatik jo vetëm në përkrahje të Kosovës,
por në ngritje të autoritetit funksional të shtetit të Kosovës. Kur jemi tek Shqipëria dhe mbështetja që Kosova pret mbështetjen nga Shqipëria në mënyrë të natyrshme, sot kryeministri i Shqipërisë Rama në Spanjë përmendi luftën e cila, siç tha ai, duhet që të parandalohet sa më parë në veri të Kosovës. Mirë, po a do duhej që Tirana zyrtare të mbështeste Kosovën që fillimisht t'i vendosin sanksionet Serbisë dhe pastaj që të vazhdoj dialogu, pasi që Rama përmendi sot, si që tha, shpreson që palët të kthehen në procesin e dialogut. Tirana zyrtare duhet të mbështesë dhe inkurajoj institucionet e Kosovës në përfundimin e shpejt të hetimit të ngjarjeve të 24 shtatorit, sepse në varësi të rezultatit që do dalë nga ky hetim, do të rezultojë implikimi drejt për drejt dhe komprometues i Serbisë në ata akt terrorist i cili nuk u shkaktua vetëm nga një grup i caktuar njerëzish, por nga individ të cilët kanë implikime me vetë autoritetet e larta të Serbisë dhe me institucionet të Serbisë. Në këtë kontekst Shqipëria, përmes kryeministrit saj, duhet jo vetëm që të mos heq dorë nga përdorimi i termit terrorist, por duhet që të kërkojë që autoriteti ndërkombëtar ta sfidojë Serbinë zyrtare në përgjegjësinë dhe implikimin e saj në aktin e 24 shtatorit. Në këtë këndvështrim mendoj që vetë Prishtina duhet të përshpejtojë procedurën e hetimit dhe nëse do të duhej që ky hetim të mos të realizojë në njësinë e kohës për shkak edhe të pengesave që vijnë nga palas e Serbisë dhe nga mungesa e vullnetit institucional të Serbisë, atëherë përmes KFOR-it apo institucioneve të tjera prezente në Kosovë të mund t'i drejtohet që procesi i hetimit të bëhet sa më i shpejt në kohë dhe të dalë dhe të bëhet evident në dijenin e opinionit ndërkombëtar. Po, zoti Qipa, do t'ju pyes pas pak edhe për disa deklarata dhe qëndrimet të kryeministit Rama për veriun që nxitën reagime në Kosovë dhe Shqipëri, por tani dua të ndalemi tek amnestimi vazhdueshëm i Serbisë nga BE-ja, duke pretenduar se në këtë mënyrë Serbia do të nisë shkëputjet e lidhjeve të forta që ka me Rusinë dhe të ndjek politikat integruese të BE-s. A mendoni se kjo politikë e BE-s po jep efekte të kundërta? Marrë shkas pra sulmin terrorist në Bansk, për organizimin e cilit faktet po tregojnë që është e përfshirë direkt Serbia përmes strukturave ushtarake, paraushtarake, por edhe të inteligjencës së saj. Pas ngjarjeve të 24 shtatorit në kufirin verior të Kosovës, opinioni ndërkombëtar kryesisht përmes dy shteteve, Shteteve Bashkuara të Amerikës edhe Gjermanisë, jo vetëm që ka një këndvështrim tjetër që përgjegjëson Serbinë zyrtare, por ka fituar një koshiencë institucionale për një diplomaci aktive dhe të intensifikuar. Kur them të intensifikuar, nënkuptoj faktin që ne tashmë kemi një takim të posaçëm në Spanjë, që vendoset në krye të agjendës çështja e situatës dhe raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Por, në këndvështrimin tjetër, ka një interesim të diplomacisë amerikane, madje para 3 muajsh nuk ishte kjo, që intensifikon, jo vetëm emërimin e një zyrtari të lartë i cili vjen nga njohja e posaçme e rajonit Ballkanit Perëndimor dhe kam fjalën për një këshilltar të ish sekretares amerikane të shtetit zonjës Albright dhe tek autoritetet tjera të cilët kanë një dijeni më specifike për situatën dhe ato veçanësi që ka relacioni midis shqiptarëve dhe serbëve në kufirin verior të Kosovës. Ndërsa në planin diplomatik, mendoj që është çasti më i domosdoshëm që diplomacia zyrtare shqiptare në dy shtetet përkatëse, përkatësisht në Shqipëri dhe në Kosovë, në mënyrën më të detyrueshme duhet të unifikojnë jo vetëm qëndrimet, por në mënyrë të posaçme lëvizjet diplomatike dhe këshillimore. Këto duhen bërë sepse tashmë është një momentum i cili duhet vlerësuar edhe për përshpejtimin e procesit të mbajtur në kalenda midis Serbisë dhe Kosovës, por në të njëjtën kohë zhvleftësohet nga dalësia e burokracisë së Brukselit, e cila ka dëshmuar jo vetëm paaftësi, jo vetëm keqdashje dhe anshmëri, dhe në një lloj kuptimi është një nga diplomacitë që nuk jep atë rezultat që do të duhej të jepej, sidomos për këtë çështje që është kaq
kruciale, kaq delikate midis Serbisë dhe Kosovës. Po, zoti Qipa, në fakt, sulmin terrorist në Banjë kanë dënuar dje edhe eurodeputetët gjatë një diskutimi ku fol për verjun e Kosovës. Është paralajmëruar edhe një rezolut që i kërkon Bashkimit Evropian që të vendos sanksione ndaj Serbisë. Përmendën mundësia e ndalimit të financimit të programit IPA-3 dhe projektet tjera të infrastrukturës. Mendoni se janë masa të buta apo janë masa adekuate që do të ndërmerreshin nga BE-ja nëse përfillet kjo rezolut e Parlamentit Evropian? Unë i konsideroj masa fillestare, sepse nëse ecuria e situatës midis Serbisë dhe Kosovës do të vazhdojë të mbetet në këtë tension dhe mund të pasojë me institucionet të provokuara, me incidentet provokuara nga pala sërbe, atëre Evropa zyrtare dhe në mënyrë të veçantë gjithë institucionet diplomatike ndërkombëtare kanë për ta stigmatizuar me veprime të tjera diplomatike dhe politike Serbinë. Dhe kjo duket dhe është një paralajmërim. Janë të qarta premisat për këtë çështje. Ndërsa në planin e mëtejshëm mendoj që autoritetet shqiptare, si në Prishtinë edhe në Tiranë, duhet të ndërgjegjësojnë edhe më tepër opinionin dhe institucionet ndërkombëtare, sepse Serbia vazhdon të sofistikojë ato që konsiderojnë pengesat e mosecjes së procesit bisedimeve dhe mospranimit të institucionalizmit të Kosovës në marrëdhënie me Serbinë zyrtare. Madje kjo e fundit është një nga qëllimet më potenciale që Serbia investon me gjithfarë masash dhe me gjithfarë ndërhyrjesh. Është kjo arsye që Serbia sot është shteti më i painteresuar për ta futur në një jetë formale, pra për të formalizuar marrëdhënien e pakicës serbe dhe institucionet të përfaqësimit të saj me institucionet e Kosovës dhe të Republikës së Kosovës. Në këtë këndvështrim mendoj që edhe qeveria e Prishtinës duhet të përshpejtojë dhe të hedhë hapat që të formalizojë me të gjitha mënyrat përfaqësimin e pakicës dhe institucioneve politike apo qoftë përfaqësuese të pakicës serbe në Kosovë. Këtë gjë duhet ta bëj duke ndjekur parimin e mëhershëm të saj të diskriminimit pozitiv, sepse Evropa dhe kryesisht Perëndimi janë shumë të ndjeshëm ndaj këtyre aspekteve. Derisa për Serbinë, BE-ja po kërkon edhe më shumë dëshmi se Beogradi zyrtar qëndron prapa sulmit në veri për t'i vendosur pra këto masa ndëshkuese. Kosova ende është në masa nga BE-ja. Mendoni se do të ndryshojë kjo politikë dekurajuese e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës pas kësaj ngjarje? Unë mendoj që skepticizmi ndaj Serbisë është rritur pas ngjarjeve të 24 shtatorit. Dhe me sa shoh edhe në pikpamjen e informimit publik, shumë prej mediumeve të Evropës qendrore janë gjithmonë e më tepër në anësinë informuese të opinionit dhe mediave të shqiptare, kryesisht në Kosovë. Dhe ky është një element shumë pozitiv. Vese duhet të potencohet kjo dieni deri në ndërgjegjësimin e veprimeve institucionale nga Evropa dhe kryesisht nga Brukseli. Brukseli fatkeqësisht ka një ngadalshmëri të paarsyetshme në marrëdhënien me Kosovën, me autoritetin që dëshmon dhe kapacitetet që dëshmon shteti i Kosovës. Në këtë rast, prova që dëshmoi forca e policisë së Kosovës në marrëdhënie me atë që unë e quaj aktin terrorist të 24 shtatorit, është një provë potenciale, evidente dhe që e ka lartësuar imazhin, pse jo edhe PR-in e shtetit të Kosovës në syt e ndërkombëtarëve dhe veçanërisht të Brukselit. Kur jemi tek rezolutat, një tillë që dënon sulmin në Banjë pritet miratohet edhe në Parlamentin e Shqipërisë. A pritet konsensusi plot nga pozita dhe opozita për përmbajtjen e kësaj rezolute? Si e vlerëson ju, sot kishte diskutime në Kuvendin e Shqipërisë për plasje mes pozitës dhe opozitës, sa kërkonin që ajo të miratohet sa më parë, që sot? Mendoj që në parim po, do të ketë dakordsi pa diskutim. Çështja shtrohet se pala e shumicës socialiste që qeveris vendin, në emër të një maturiteti apo kujdesi diplomatik, kërkon të evitoj përdorimin e disa termave të cilat në fakt janë të përdorura vetëm nga qeveria e Kosovës. Dhe këtu e kam fjalën për konsiderimin e aktit terrorist si të tillë. Së fundi, vetë kryeministri e ka bërë korrigjimin pas një interviste që dha në Financial Times. Megjithatë, rezoluta e ka ndezur debatin sepse përfaqësuesit e opozitës dhe opozitarizmit politik në parlament janë për një dakordsi unifikuese, jo vetëm të një rezolute, por të gjitha qëndrimeve që pasojnë si në kontekst me aktin terrorist, ashtu edhe me zhvillimet e pritshme në ecurinë e mëtejshme të procesit
të dialogues edhe negociues midis Kosovës edhe Serbisë. Në këtë këndvështrim, shumica e opinionit analizues dhe komentonjës në Shqipëri është pro këtij versioni, pra që qeveria e Shqipërisë të unifikojë jo vetëm qëndrimet, por edhe të gjitha hapat e mëtejshme të qëndrimeve dhe të investimeve në përfaqësime ndërkombëtare. Këtu e kam fjalën për pjesëmarrjen e Shqipërisë në organizma ndërkombëtare dhe sidomos në kryesim të periodike që bën në disa organizma të tilla, duke filluar që nga Këshilli i Sigurimit edhe deri te Kombet e Bashkuara. Në këtë këndvështrim që pohimet e kryeministrit të Shqipërisë, zoti Rama, shpesh kanë krijuar, le të themi, një kurbë rënëse ose ngritëse në varësi të konjunkturës dhe qëndrimeve individuale të tij. Kjo edhe për shkak të një marrëdhënie problematike që ka me kryeministrin Kurti. Dhe në këtë këndvështrim, presioni që bëhet jo vetëm nga opozita, por edhe nga opinioni publik për këtë ftofësi në marrëdhëniet individuale midis kryeministrit Rama dhe kryeministrit Kurti, shkakton një kosto e cila nuk e meriton të jetë e tillë dhe praktikisht ka sjell pasoja të një lloji vonese në shkëmbimet midis dy vendeve dhe në ecurinë e unifikimit të qëndrimeve në kuadër gjeopolitik, por pse jo edhe në kuadër të proceseve rajonale. Përmendet deklaratat e kryeministrit Edi Rama, cilat kanë gjallur reagime shpesh edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri nga opozita atje, sidomos kjo deklarata e fundit edhe për mediumin ndërkombëtar Financial Times se veri i Kosovës është ndruar në tokën e askujt, ngjalli reagime në Kosovë nga njohës të rrethonave, por edhe politikan në Parlamentin e Kosovës. Si e keni lexuar ju këtë deklaratë? Në fakt, ndaj qëndrim kritik për këtë të konsideruar lapsus prej vetë kolegut Financial Times. Kryeministri i Shqipërisë duhet ishte më investues në komunikimin me mediat ndërkombëtare për çështjet dhe qëndrimet specifike të Shqipërisë në kuadër të kufirit midis Kosovës dhe Serbisë. Territori administrativ i Republikës së Kosovës është i padiskutueshëm dhe nuk mund të ketë ekuivoke për këtë gjë. Tashmë, ky është një debat që nuk duhet të merrte dimensionin e diskutimit ndërkombëtar, por përkundrazi, Republika e Shqipërisë duhet të investohet me gjithë kapacitetin dhe vokacionin diplomatik të saj, se Republika e Kosovës është përgjegjëse për mbrojtjen dhe administrimin e territorit administrativ, përkatësisht edhe kufirit që e ndan me Serbinë, në atë pjesë që në mënyrë të posaçme duket sikur e mban në fuqi të ashtu quajtur rezolut të dikushme të OKB-s. Kosova tashmë ka kapacitete të plota, ka një efektivitet institucional dhe shtetëror për përgjegjësinë e vet ndaj kufirit shtetëror, por edhe për çështjet të cilat janë mbajtur pezull sepse nga ana e Serbisë është investuar për një tranzicion pa krye, siç janë disa zona të cilat kontrollohen nga persona të cilët janë ekstra shtetëror dhe që tashmë janë njohur si entitetet të botës së krimit dhe të lumpenizmit. Është kjo arsye pse këto pika, të cilat i konsideroj malinje, janë injektuar si të tilla për shkak të interesit gjeopolitik ndoshta, edhe me ndryrjen e tërthort të Rusisë. Zoti Çipa, thash që këto reagime ndaj deklaratës së Ramës kishte edhe nga opozita në Shqipëri. Në fakt, sa njohin në thelb politikanët në Shqipëri problemin e veriut të Kosovës dhe këto reagime apo bëhen shpesh më shumë për përfitime të brendshme politike në Shqipëri? Të falenderoj për këtë pyetje. Më duhet ta them me një lloj droje që jo vetëm klasa politike që nuk ka një njohje specifike për territorin për cilin debatohet në jetën publike për veriun e Kosovës dhe në atë që quhet polemikën me Serbinë. Shumë prej fatkeqësisht edhe kolegëve tanë, sidomos të shtypit të Shqipërisë dhe mediave të Shqipërisë dhe deputet të Parlamentit të Shqipërisë nuk kanë qenë kurrë në zonën veriore të Kosovës. Nuk i kanë shkelur absolutisht komunat veriore dhe sidomos hapësirën që bashkon territorin midis Luginës së Preshevës, Gjilanit dhe zonat e tjera. Dhe kjo është një fatkeqësi, nga padia shpesh bën gabime. Politika shqiptare, unë mendoj që në jo pak raste, kur merr përsipër të flas për këtë situatë dhe specifikat që ka relacioni midis kufirit verior Kosovës dhe Serbisë, nga padia bën edhe gabime. Dhe kjo është një çështje e pafalshme. Do të duhej që edhe në mënyrë më specifike, ndoshta edhe me nisma të përbashkëta,
të evitoj kjo mosnjohje, të njihej territori gjeografik dhe të shkëmbeshin relacionet e dijenit që kanë shqiptarët e kësaj zone në Kosovë dhe me shqiptarët e Shqipërisë dhe mediumet e vendit tonë. Duhet të ndalim edhe tek reagimet e shumta që ngjalli edhe një deklaratë tjetër e kryeministrit Rama se KFOR-i duhet të marrë nën kontroll verën e Kosovës. Pastaj kishte një sqarim nga kabineti i kryeministrit Rama se fjala ka qenë për shtimin e forcave të KFOR-it në kufi me Serbinë. Janë apo nuk janë të qëllimshme këto deklarata, apo ndoshta janë në keq interpretime? Nuk do doja t'i quaja të qëllimshme, se nëse do t'ishin të tilla, do t'ishin dëmsjellse dhe me pasoja vërtet shumë serioze, jo vetëm në raportet midis dy shteteve tona, por në mënyrë të veçantë edhe në perspektivën e marrëdhënieve ndërqeveritare midis Shqipërisë dhe Kosovës. Kam përshtypjen se kjo është thjesht një çështje eufemike e gjuhës së kryeministrit, sepse KFOR-i njihet se çfarë atributi ka në prezencën e vet në Kosovë. Kosova, përmes forcës së vet politicore, është administratore e zonës kufitare dhe përgjegjëse për sigurinë në këtë hapësirë. Unë mendoj që është momenti që mediat e Shqipërisë dhe mediat e Kosovës t'i bëjnë edhe më tepër presion qeverisë së kryeministrit Rama për interesimin për shqiptarët e luginës së Preshevës, sepse presioni i Serbisë mbi Kosovën është shumë herë më i lartë për luginën e Preshevës dhe përkatësisht për 3 komunat e kësaj, Medvegjën, Bujanocin dhe Preshevën. Shqiptarët e Preshevës janë sot në momentin e tyre më presionues se asnjëherë tjetër nga periudha e pas luftës. Dhe kjo është një çështje që meriton vëmendjen, jo vetëm diplomacisë së Shqipërisë, por në mënyrë të veçantë të institucioneve të saj. Nuk është e tepër të them që në mënyrën më të domosdoshme, autoritetet e Shqipërisë duhet të përshpejtojnë vizitat në luginën e Preshevës për ta ulur dhe për të komunikuar dhe përcjell atë që quhet pranëndodhja vëllazërore dhe institucionale tek pakisa shqiptare në Serbi. Duket në fakt që këto mesazhe publike të bëra nga kryeministri Rama po vinë pa një komunikim paraprak me institucionet e Kosovës. Vlen përmendet këtu edhe propozimi i kryeministrit Rama për draftin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, përmbajtja e cilit ende nuk dihet. Në çmas po e dëmtojnë Kosovën kur nuk ka një unitet në qëndrime midis Kosovës dhe Shqipërisë, kur mungon në fakt komunikimi i përditshëm për çështje të ndjeshme, siç është çështja në këtë rast edhe asociacionit. Unë mendoj se çështja e asociacionit në çastin që po flasim nuk është në rendin e ditës dhe për shkak të situatës së rrjedhur prej episodeve të 24 shtatorit, tashmë ka ndryshuar kjo. Autoritetet dhe faktorët politik dhe diplomatik shqiptar duhet bëjnë presion maksimal që tashmë formula e dikurshme e monitorimit të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit përmes 2, le të themi, eminencave diplomatike të Brukselit, përkatësisht zotit Lajçak dhe Borrell, nuk funksionon dhe nuk ka më vlerë. Dhe në këtë kuadër, autoritetet e diplomacia shqiptare si në Kosovë edhe në Shqipëri duhet të investohet që ta plotësojnë atë që quhet formatin e prezencës ndërkombëtare dhe në mënyrë të domosdoshme të pëngull që autoriteti amerikan të jetë prezent në ecurinë e mëtejshme të procesit të bisedimeve. Ndërsa në këndvështrimin tim, midis dy qeverive, përkatësisht asaj të kryeministrit Rama dhe të kryeministrit Kurti, është e domosdoshme të realizohet mbledhja e përbashkët. Ajo mbledhje e cila u shtyi nga kryeministri Rama dhe që tashmë në mënyrë këmbgulse duhet të bëhet prezent. Dhe për këtë arsye duhet të ndryshojë edhe agenda e vetë kësaj mbledhjeje e cila sot duhet më shumë se kur, ka efekt, bën sens edhe ka një kuptimësi shumë plotësuese. Të dy qeveritë duhet ta zhvillojnë një mbledhje të përbashkët në mënyrë potenciale dhe me kapacitete të mirë studiuara. Dhe iniciativën për këtë mbledhje duhet ta marrë në këtë rast qeveria e Shqipërisë, pasi që ajo ishte që e refuzoi në fakt e anuloi këtë takim të dy qeverive të paraparë për atë kohë. Midis vëllazërisë nuk ka rëndësi nisma, e rëndësishme është të kryhet. Unë mendoj që po, qeverisë së Shqipërisë i takon ta hedhë këtë hap dhe të përgatisë platformën e një mbledhje të përbashkët bilaterale e cila të jo vetëm vendos në lëvizje programe dhe projektet e mbajtura peng, po përkundrazi ta shumëfishoj dhe plotësoj atë edhe në kontekst me situatën aktuale dhe nevojat aktuale. Zoti Qipa, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim, ishte kënaqësi. Faleminderit.
Biseduam me Aleksandër Çipën, kryetari i Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë. Vazhdoni që ndroni me ne. Emisioni 21 drejt për drejt e vazhdojmë me informacionet të tjera. Kuvendi i Kosovës nuk e përfshiu në rend të ditës rezolutën e Partisë Demokratike të Kosovës për mbështetjen e Policisë së Kosovës, e cila synonte që brenda 2 javësh të prezantonte para kuvendit projekt ligjin për pensionimin e parakohshëm, sigurimin shëndetësor dhe shtesat e rrezikshmërisë për policët. Lëvizjave të vendosje nuk e përkrau këtë kërkesë të PDK-s. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ju propozoj që ta plotësojmë ndryshojmë rendin e ditës së kësaj seance. Ashtu siç ishim unik para një jave, ku votuam një rezolut e cila dënon aktin e dhënshëm agresion e Republikës së Serbisë ndaj Republikës së Kosovës, sot është jashtëzakonisht e rëndësishme që të jemi unik, që pjesë e rendit të ditës së kësaj seance të jetë një rezolut me cilën do ta mbështesim Policinë e Republikës së Kosovës. Pra kjo rezolut përmban 3 pika jashtëzakonisht të rëndësishme, përmes të cilave Kuvendi i Republikës së Kosovës hyn në një agjendë mbështetëse dhe po ashtu edhe qeveria për Policinë e Republikës së Kosovës. Përmes kësaj rezolute synojmë që ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike në një afat prej 2 javë t'ia prezantojmë Kuvendit të Kosovës ligjin për pensionim të parakohshëm për Policinë e Kosovës. Po ashtu, përmes kësaj rezolute do të kërkojmë që nga 1 janari i vitit 2024 të buxhetohet buxhet i mjaftueshëm për sigurimin shëndetësor për Policinë e Kosovës, dhe treta që është mjaft e rëndësishme dhe që është një obligim institucioneve të Republikës së Kosovës ndaj Policisë së Kosovës të përmbushet obligimi sa i përket shtesave të rrezikshmërisë për Policinë e Republikës së Kosovës. Kërkesat të cilat siç u prezantuan kanë edhe implikime buxhetore edhe procedurë ligjore, të diskutojmë në mënyrë që të kemi një hartëzim të mirëfillt të kohës dhe agjendës legjislative. Ne gjithsesi qëndrojmë të gatshëm të kontribuojmë, e natyrisht janë edhe përfaqësuesit të qeverisë këtu që mund të deklarohen për procese të cilat janë në vimësi. Kryeministri Albin Kurti kritikoi opozitën që nuk po i voton marrëveshjet ndërkombëtare. Ai në seancën e Kuvendit Kosovës tha se vlera e 7 marrëveshjeve që presin për ratifikim në kuvend është mbi 360 milion euro. Ndaj këtij diskutimi reagoi opozita. E vlera e këtyre marrëveshjeve gjithsej që janë në pritje te kalon shifrën prej 360 milion euro. Të gjitha këto po presin ratifikimin me votat e 2/3 e deputetëve. Që marrëveshjet janë në dobi të qytetarëve, për këtë pajtohen edhe opozita. Dhe megjithatë, ata nuk po i votojnë. Cila është arsyeja? Të bllokohet qeveria, e vërtet që na e bëni punën më të vështirë dhe e bëni shtetin të duket jo serioz para partnerëve ndërkombëtar, por megjithatë qeveria mund të vazhdojë mandatin deri në fund edhe pa marrëveshje ndërkombëtare. Por me këtë mos votim nga opozita humbin qytetarët, sepse projektet nuk bëhen. Detyra opozitës është tregoj se si mund të bëhet më mirë, e jo ta bllokoj punët në kurrës qytetarëve. Nuk mund të thuash po e bëj opozitën e po brengosën për qytetarët kur bllokohet ligji për çmimet tavan, nuk mund të thuash po bëj opozitën e po brengosën për punëtorët kur bllokon ligjin për pagën minimale, e nuk mund të thuash po bëj opozitën e po brengosën për ekonominë e vendit kur bllokohen marrëveshjet ndërkombëtare për projekte zhvillimore. Nuk bëhet kjo punë kështu, besomni, këtë po a them si dikush që ka bërë opozitë parlamentare për 1 dekadë. Këtë shtet, nëse ka bërë më duk jo serios në raport me partner ndërkombëtar, ndokush në Kosovë ndonjëherë jeni ju personalisht. Nuk ka asnjë përgjegjësi opozita për faktin që ne sot jemi në masa ndëshkuese sanksionuese nga Bashkimi Evropian, por dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jeni ju personalisht dhe qeveria juaj. Ju veni të kërkoni sot këtu konstruktivitet nga opozita, kur qasja juaj mund tjetë gjithçka vetëm konstruktive s'ka qenë që nga dita që keni marrë detyrën e kryeministrit. Dhe jo vetëm në raport me përfaqësues të qytetarëve që janë nga partitë opozitare, por para gjithash në raport me qytetarët. Po i kemi gati 500 milion euro që i kemi votu na deri tash këtu si opozit, bashkë me shumicën në çdo marrëveshje ndërkombëtare. Çka po ndodh me to? As me implementu s'keni fillu gjysmën prej tyre. Se ne i votojmë marrëveshjet ndërkombëtare. Një marrëveshje ndërkombëtare nuk e votojmë, e ajo marrëveshje ndërkombëtare është në disfavor të buxhetit të Republikës së Kosovës. Andaj
vazhdoni me sfilada, vazhdoni me populizëm, vazhdoni me demagogji, por kjo nuk ju bën derë. Cilla nisë e opozitës e keni votu, e keni përkra. Edhe nëse nuk ka pas asgjë politike, ju asnjëherë nuk keni votuar asgjë. Atëherë po na shihni neve si opozit, veç bota kur ju ne bëjitëm qeverisë, po ju rezolutën paraprake për policinë e Kosovës, në situatën në të cilën gjenden Kosova, në situatën në të cilën gjendet policia e Kosovës, që po kërkojmë përkrahje për policinë e Kosovës, ju nuk e votuat. Atë për çka po e akuzoni opozitën? Kjo është turp. Bujqit ankohen për rritje çmimit të naftës dhe cilësi të farës së grurit. Federata Sindikale e Bujqëve të Kosovës kërkoi masa ndaj bizneseve që po ngrisin çmimin e naftës në kohën kur bujqëve ju duhet më shumti. U kritikua edhe se miliona eurot që po jepen për bujqësi nuk po shkojnë në vendin e duhur. Problemi numër 1 për neve është rritja çmimit naftës. Mu në prag të mbjelljeve vjeshtore, mu atëherë kur bujqëve, fermerve ju duhet më shumë të nafta, edhe naftëtarët e dinë se në këtë periudhë kanë shitjen më të madhe të naftës dhe pikërisht në këtë moment po e shfrytëzojnë për ngritjen e çmimeve, kur e dinë që bujqët ju duhet patjetër nafta, nuk kanë çare për përdorur naftën. Kemi kërkuar edhe për Ministrisë Tregtisë kështu publikisht që të marrin masa dhe mos lejojnë që në këtë periudhë të ngritet çmimi i naftës. Problemi numër 2 është thatësia e madhe e cila po dominon në Kosovë dhe pjesa dërmuese, mos them 90% të bujqëve nuk kanë mujtë me bë përgatitje, nuk mund të hyjnë në për ara për të bë lavrimin. Këtu fajtor është klima, është natyra dhe mirë po na duhet ta cekim si problem. Nëse dikush thot, po çka me bo na thatësisë? Një pjesë e 2 hidrosistemeve që kanë mujtë mu përdor, kanë problem sepse ujën në për hidrosisteme nuk e kanë shuha ende, a duhet të alshojnë sepse aty ku ka hidrosistem bujqit mujnë me bo ujitje, me kryuan e lagështi edhe me filluan me mbjellje. Edhe Ministria e Bujqësisë, edhe qeveria, edhe gjykatat, edhe prokuroria të na dalin mbrojtje, sepse deri tash janë dhënë miliona, ka dhënë qeveria e Bujqësisë, 100 miliona ka dhënë, edhe kur nuk kanë shkuar në vendin e duhur. Kur miliona ka dhënë qeveria për me trajnu fermert, për me bë projekte për zhvillimin e bujqësisë, edhe që kemi marrë certifikata, shihni. Tash këtë vit po thonë se kanë dalë kritere të reja, jenë lehtësuar procedurat, sepse unë si fermer paguaj 10.000 euro në vit. Tatime, paguaj punëtor, rregull, kam qarkullim. Nuk është kriter as kjo. Qesin kritere vetëm për me fitu njerëzit cilët janë të lidhën drejt për drejt me aktet e zyrtarëve të Ministrisë Bujqësisë, edhe na dalim viktima këtu. Na dalim viktima sepse bujqësia nuk zhvillohet me përfitues. Shfaqja Dashnorët vdesin duke qeshur e punuar nga autori Osman Goranci e regjisori Ben Apolloni u dha premier në Teatrin e Podujevës Avdush Hasani duke mbledhur qindra qytetar për ta shijuar këtë komedi me plot batuta e situata interesante. Dashnorët vdesin duke qeshur, hapi me sukses rrugtimin e tij duke u shfaqur premier në Teatrin e Podujevës Avdush Hasani. Një shfaqje komedi e cila flet për një grua e cila ka mbetur pa burrin e saj, të cilin e ka kremuar, e ka djegur dhe duhet ta shpërndaj hirin e tij, ku gjatë kësaj kohe ndodhin disa ngjarje që pothuajse nga një histori që fillon me funeral, shndërrohet në një festë.
Qytetare aktor kishin ardhur ta shijojnë shfaqjen nga afër që solli shumë të qeshura në sallë dhe situata komike të punuara me një profesionalizëm të detajuar. Edhe pse nuk I kishte ndjekur aktore gjatë provave, autori I shfaqjes Osman Goranci u ndai përmbushur dhe I kënaqur me lojën e tyre. Kur e pash publikun dhe kur e pash I dëgjova dorëtrokitjet e publikut, e kuptova se me të vërtet ka dalë një shfaqje shumë I mirë. Kam prit për Benit një shfaqje të tillë sepse kam bashkëpunuar edhe më parë me teatrin e Prezendit se teatrin e Benin dhe di që është një regjisor I mrekullueshëm. Aktorët I kam njohur për Facebook-un e për shfaqje që kanë luajtur për Kosovë, po si ekip kur si kam pa kështu bashkë dhe me të vërtetë më kalon shumë përshtypje, ishin aktorë të mrekullueshëm. Nuk mund me veçu asnjërin sepse aktori edhe një fjalë nëse thonë skenë është në skenë, është aktor. Edhe nëse thotë 100 fjalë, sërish është aktor. Po ishin shumë të mirë, ishin do të mund të them aktorë bravo, ju lumt dhe vazhdo të kenë suksese të tjera me shfaqje të tjera, me premiere të tjera. Emocionet e para të aktorëve direkt pas premierës ishin të theksuara, duke u shprehur mirënjohës për publikun dhe reagimet e tyre. Faleminderit që keni ardhur, po Nina super shumë mirë, duke pa domethënë reagimin e publikut, po ja ka vlejt çdo sekond që kemi harxhuar domethënë në këtë projekt. Nështë salla kallëzeke vetë sonte, kështu që është e pa nuk mundemi me thonë diçka tjetër të kundërtën përveç një emocioni domethënë shumë të mirë që Nimi na sonte tash. Është interesant ka njerëti në prova për shembull e aktorët e menojnë edhe regjisori bashkë, gjonat që I bojnë, që këtu ka me pas reagime këtu. Janë do vende ku nuk e pret heqe, aty dalin gjithë. Na mujna me I kalkulu disa, ndodh që jasë që ato që I kalkulojnë nuk qëllojnë domethënë ato reagime, po se publiku është I ndryshëm, shija është e ndryshme edhe prandaj vjen. Për që ata është e bukura e teatrit, e live-it që përjetohet, ndyon përjetohet. Emocionet pas premierës janë të njëjta gjithmonë, domethënë e hek një barë tepër të madhe, është rezultatin e një pune që ti e ke bo bashkë me kolegët, me regjisorin, me gjithë stafin e teatrit, cilë ti falenderoj shumë për vullnetin edhe për gjithë shka që ata kanë jep. Domethënë s'kishim mujt me funksionu nëse nuk kishim kanë bashkë, kështu që kënaqësia është tepër e madhe, jemi liru kështu psiqikisht, fizikisht, po ndina si mi pas një 300 kg për momentin se më ka çu krejt trupi. Po besoj që ka pas komente të mira, pasi që edhe u vret një energji shumë e mirë e publikut, pat reagime të shumta. Disa vende ndoshta edhe na u kanë bërë baja gjatë provave, gjatë procesit, dhe kështu se kemi prit as që reagojmë, po ka qenë me të vërtet shumë mirë edhe I na ndih tepër mirë. Procesi ka ecë shumë mirë, I ka te kalu pritshmëritë e mia. Në fakt jam kanë shumë stres sot, as kom hangër kur gjo. Mirë po ja ka vlejt se ka shku shumë mirë. Ma mirë se që e kemi prit. Aktorët, shumicën prej tyne I kam njoftë edhe ma herët, kam shoqni me ta. Disa dhe nuk I kam njoftë, për shembull Ryvën, e kam njoftu këto, edhe Sindin. Mirë po më kanë befasu shumë, kom kalu shumë mirë me to. Shfaqja do ketë reprizat e saj në teatrin e Podujevës dhe pritet të jetë pjesëmarrëse në festivalet të shumta vendore. Qeri, sa bukur dukeni zemra. Faleminderit Ana dhe ju po ashtu. Qeri, vaj peshku ta. Ana, çka më kujtu? Heri. E mangrelela. Nika se jam e sigur nga gjelozia. Kush, una? Ju që të pole, une. Ana, sa e shpim peshko që për. Bashkë me ty, Qeri. Hey, Qeri, para se të shkosh në fest të lutem unë moderator. Ajo, nuk kam kohë. Zonja dhe zotri,
Më vjen shumë keq që ju shqetësojmë për orë të vonat natës. Jo, zotri, nuk më na shqetësoni. Vëllohina në të lejna herët. E jam i zotri. Come on, unë një këto. Ajo. Këtë e përfundojmë emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim.